Në Frigo Deluxe në Çaklavic po vazhdon panajiri Horeca Kosovë 2026, ku një numër i madh kompanish po prezantojnë produktet, pajisjet dhe risitë e tyre për industrinë e gastronomisë dhe hotelerisë. Në mesin e ekspozuesve ka kompani vendore dhe ndërkombëtare, të cilat po sjellin nga afër oferta dhe produkte që përdoren çdo ditë në restorante, hotele, kafiteri dhe biznese të tjera të këtij sektori. Si ide, nga një ide shumë e vogël që kemi me pas një panajër vetëm për vete, me Open Days. Kemi kalu në bazë kërkesave të shumë partnerëve lokal, kemi kalu në një panajër që mund me qenë gjithë përfshirë se gjithë sektorit. Njëkohësisht dhe thëtë, ky panajër është organizu si një panajër më i madh në rajon, në Ballkan. Dhe ideja gjithë këtij panajërit është që me mujtë gjithë sistemi i zinxhirit faktikisht të furnizimit për një hotel, për një restoran, për një pasticeri, një furtari, me gjetë këtu. Do thotë edhe hotel, restorant që kanë nevojë për produktet e brumrave ose mishrave ose djatrit, furnizimin ushqimor apo edhe të pajisjeve industriale për hoteleri, të gjitha mundemi me gjetë në një vend. Kemi sjell disa teknologji shumë të reja, deri tek ato që janë me AI. Dhe qëllimi kryesor është t'i ofrojmë sa më afër të themi kuzhinierëve, hotelierëve, pasticierëve, në mënyrë që ata të kanë mundësi të njihen së përafërmi me teknologjitë të cilat janë në treg, që t'ja mundsojnë atyre të arritin cilësinë, të ngritin edhe anën shembull të kapaciteteve të caktuara, po gjithmonë duke ruajtur cilësinë e produktit. Ky edicion pse veçohet tjetër është sepse me kërkesë të kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, kemi marrë edhe 50 studentë apo nxënës nga shkollat e Kosovës, të cilat janë të dedikuara për hoteleri dhe gastronomi. I'm an application chef of Baron Company. For me, it's a pleasure to be here also this year in this beautiful fair. I think that this kind of fair in Kosovo and in the Balkans is a way to share ideas and to upgrade our work and to present, of course, our new technologies. It's the first time that I work with the young people here in Kosovo, and I think they are incredible. They are a passion that is not easy to see in Italy. Just a trick. For tomatoes, for example, I have learned to our students, I have teach to our students that it's important to have the right temperature every time. Because, for example, in tomatoes, you have sugar inside. But if you don't use the right temperature, you can get out the sugar. I found it very interesting to be here and also to present our products. It's very important for this region that we have events like this. This is not only a showroom, we are also educating young students from the gastronomy school. So we are showing all the possibilities that we can do with our ovens and that they can better understand how to work meat and vegetables and also fruits. I think it's most important with the gastronomy is that we have influences and to take experiences one from another. Jemi me disa studentë këtu në Kaçakova, që janë shumë shkëlqyshëm. Jemi të treguar edhe recetat, edhe përgatitjes si bëhet pjekja në pajisjet e tona që i kemi këtu të prezantuar. Është të organizuar një panajër në Prishtinë, kur vinë disa shefa të kuzhinës ndryshme, të cilët na ndihmojnë shumë për këtë industri, edhe ka disa farë teknika ndryshme, të cilat na ndihmojnë për të ardhmen. Janë disa shefa të kuzhinës nga Italia, si për shembull Francesco, ka gatuar do pasta, do risotto në mënyrë më të veçantë, edhe është duk shumë interesant.